Kur një nga emrat më të komentuar të skenës shqiptare përfundon në pranga, lajmi përhapet me shpejtësinë e dritës. Dhe këtë herë në qendër të vëmendjes është këngëtari i njohur Besart Kelmendi, që publiku e njeh shumë mirë me emrin artistik Gjesti. Ai është një artist i suksesshëm, i ndjekur nga mijëra fanca dhe shpesh në qendër të vëmendjes. Gjesti këtë herë nuk është bërë lajm për një projekt të ri muzikor, por për një arrestim që ka tronditur rrjetet sociale. Ngjarja ndodhi në Prishtinë, ku sipas policisë së Kosovës, këngëtari u arrestua të mërkurën rreth orës 3 në rrugën Mehmet Isahi, cili është dyshimi kryesor, armbajtje pa leje. Pas arrestimit, Gjesi është dërguar në polici, ku është intervistuar dhe më pas është vendosur në mbajtje për 48 orë, një procedurë standarde që përdoret kur autoritetet duan të hetojnë më thellë një rast. Por drama nuk mbaron këtu. Prokuroria themelore në Prishtinë, përveç armbajtjes pa leje ndaj këngëtarit, ekzistojnë dyshime edhe për disa vepra të tjera penale, përfshirë kanosjen dhe dëmtimin e pasurisë. Këto informacione kanë ndezur menjëherë debatet në rrjetet sociale, ku fanët e artistit janë ndarë në dy kampe. Disa që e mbrojnë dhe presin sqarime të plota, dhe të tjerë që janë të habitur nga lajmëri dhe nuk e mbrojnë. Ndërkohë autoritetet kanë qenë shumë të rezervuar me detajet. Ata kanë theksuar se hetimet janë ende në fazë të hershme dhe se çdo informacion i parakohshëm mund të dëmtojë procesin. Por pyetja që bëjnë të gjithë është: çfarë e pret Gjestin tani? Sipas kodit penal të Republikës së Kosovës, mbajtja pa autorizuar e armëve është një vepër penale që mund të dënohet me gjop ose me burgim. Në disa raste, gjoba mund të arrijë deri në 7.500 euro, ndërsa dënimi maksimal me burg mund të shkojë deri në 5 vite. Megjithatë, një praktikë shumë raste të ngjashme përfundojnë me gjoba ose me dënime me kusht, sidomos nëse arma nuk është përdorur për të kryer ndonjë krim. Për momentin, Gjesti ndodhet në mbajtje për 48 orë, koha gjatë të cilët prokuroria po analizon provat dhe rrethanat e rastit. Pas skadimit të këtij afati, mund të ndodhin disa skenar. Prokuroria mund të kërkojë paraburgim, mund ta lirojë me procedurë të rregullt, ose në disa raste mund të vendosë dhe masa të buta. Ndërkohë fanët e këngëtarit po presin me ankth zhvillimet e radhës, sepse një gjë është e sigurt, ky rast ka kthyer edhe një herë emrin e Gjestit në krye të mediave dhe në rrjeteve sociale, por kësaj here jo për muzikë, po për një hit të ri, por për një histori që mund të ketë pasoja serioze për karrierën dhe imazhin e tij. Dhe tani mbetet vetëm një pyetje: a do të jetë kjo vetëm një stuhi mediatike që do të kalojë shpejt, apo një moment që mund të ndryshojë rrjedhën e karrierës së tij?